Nevoja për gjak në Spitalin Rajonal të Shkodrës vijon të mbetet e vazhdueshme, ndërkohë që aktualisht rezervat janë të pamjaftueshme për disa grupe gjaku. Sipas punojësve të Bankës së Gjakut në Shkodër, familjarët e pacientëve mbeten dhuruesit kryesor, veçanërisht në rastet e emergjencave. Rezervat e gjakut ne sigurojmë kryesisht me familjarë. Kena dhe vullnetar, bëjmë thirrje kryesisht te infermieria për grupet e rrolla. AB negativ, A negativ, B negativ, 0 negativ. Por edhe për grupet e shpeshta, si është 0 pozitivi, sidomos për smurt kronik, dializë, reanimacion, kujdes paliativ, është shumë e nevojshme. Për 0 negativin kryesisht, ka më nevojë. Sipas koordinatorës së dhurimit të gjakut pranë Degës Rajonale të Kryqit të Kuq në Shkodër, megjithse numri i dhuruesve të gjakut ka shënuar rritje vitet e fundit, sërish mbetet i pamjaftueshëm. Mbetet një numër relativisht i kënaqshëm, por jo i mjaftueshëm për nevojat që ka Spitali Rajonal dhe kryesisht pacientët talasemik. Dhurimi i gjakut është një projekt shumë i vështirë sepse jo të gjithë kanë informacionin e duhur, ne përpiqemi në maksimum të japim informacion, por është diçka që mbetet duke qenë dhurim vullnetar, është diçka që mbetet në dëshirën dhe në ndërgjegjjen e individëve që ofrohen. Për vitin 2026 synohet rritje e mëtejshme në numrit të dhuruesve përmes fushatave të zgjeruara të ndërgjegjësimit, të cilat pritet të shtrihen në institucione arsimore, komunitete dhe grupe të ndryshme shoqërore, me synimin për të forcuar kulturën e dhurimit vullnetar të gjakut.